Demi, për shikimi për shenjën e demit për muajin janar 2026, ju uroj gjithë demave, gjithë shenjave që janë demi, gjithë personave që janë shenjë demit, ju uroj fat në vitin 2026 dhe një mbarësi si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen tuaj të dashurisë, si në biznesin tuaj, në çdo aspekt të jetës tuaj. Juve të shenjës së demit, shikoj që do keni një energji pozitive për muajin janar 2026, do keni një intuit fort, një energji të fort, shikoj që do t'ju forcohet, do keni një energji të fort, do ju forcohet energjia dhe intuita tuaj. Duhet keni kujdes nga personat të tretë, mund të jetë një person i tretë, mund të jenë dhe persona negativ që mund të ndërpresi gjërat tuaja në mes, por nuk do ja ndalin për arsye se keni një energji të fort dhe do e diqni me energjin tuaj që keni juve të shenjës së demit. Duhet keni kujdes me persona që janë me dy fytyra, keni nevojë për qetësi për relaksim, dema do gjen një qetësi shpirtërore, do qetësojnë, kanë bërë një lutje lutër Zotit, janë pranuar lutjet e tyre, do marrin lajme të mira, fejisa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzohen, nëse janë në pritje disa lajmeve do marrin lajme të gëzuara, ëndrat i kanë gjithmonë paralajmërim, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin shenjë demit, një ëndra do i kenë gjithmonë paralajmërim, do kenë gjatë ëndrave të tyre, do kenë paralajmërime, do kenë udhëzime, do kenë gjërat mira dhe do kenë gjërat pozitive. Pavarësisht që dema në vitin 2025 kanë qenë shumë zemërtyer, mund të kenë pasur një lidhje dashurie ndavë bashkoj, një lidhje si të lidhur me magji, një divorc, një ndarje, mund të ketë pasur dhe një probleme në familjen e tyre, mund të ketë pasur dhe një krisje në familjen e tyre, mund të ketë pasur dhe një dashuri me re të zeza dhe me shi, por për një dem në vitin 2026 do lindi një dashuri e re, do ketë një sfat të reja, perspektivat të reja do ecin përpara, do jetë një dashuri vulkanike. Shumë thashëteme do i kena ajër, ti dëshira do i kena ajër, ti çka ire po i vjen, agjensudhët time do marrin përgjigje për po, mund të jenë një takim i rastësishëm, por shikoj që do të çeli diçka e re të shenjë demit. Saturni mund të japi pak çekuilibrime, por mund të dalin pak nga vetja tyre si një dem që del nga vetja, po përsëri do i kapin situatën në dorë. Do jenë të rrethuar ndaj vetës së tyre, por duhet të dalin nga vetja tyre. Në momentin që do dalin nga vetja tyre, do nikin nisma të reja, perspektiva të reja, do ecin përpara. Mos dëgjojnë shumë të tjerët, mos marrin shumë opinion të tjerëve, duhet ecin përpara. I pëlqen shkrimtarja, piktura, poezia, arti, profesioni, mund të jetë këngëtar, mund të jetë aktor, mund të jetë profesionet të tyre që kanë, mund të jetë shkencëtar, mund të jetë piktor, mund të jetë aktor, mund të jetë edhe këngëtar, por shikoj që ka të bëjë dhe me karrierën për shenjën e demit. Shikoj që në vitin 2026 demi dhe në karrierë do eci mirë, do triumfojë me karrierën e tij, nga ana financiare do jetë i plotësuar, do jetë midis bollokut, midis kënaqësisë dhe miqësisë shoqërisë, do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim i shtetit, pavarësisht që ka pasur një ulje, një ngritjeve të financave në vitin 2025-2026 për demin do ketë një ngritje ekonomike kolosale dhe mund të jetë një ngritje dhe në biznesin e tyre. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe një person i tretë mund të largohet nga jeta e tyre, mund të jetë një armike, një kundërshtare, do jenë dema, do jenë larg kundërshtarëve, do jenë larg armiqve dhe do ecin përpara. Nisma të reja, perspektiva të reja do ecin përpara dhe por shikoj që në muajin janar shenja e demit do jetë super mirë, do ketë një energji super të fortë. Dhe do jetë mirë, do ketë një energji pozitive, do të ecin gjërat mbarë, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë, si në biznesin e tyre. Shikoj diçka pozitive të shenjë demit dhe uroj të gjithë demeve fat në vitin 2026.